konflikti që është në lindjen e mesme nuk e përjashton Shqipërinë. Qoftë për faktin e qëndrimit politik që ne kemi në mbështetje të Izraelit, apo jo? Po. Pra edhe në mbështetje të Ukrainës, ti kur i mbështet një palë, ke bërë kundërshtar një palë tjetër. Pa diskutim. Kjo palë tjetër do nuk të konsideron ty më si panshëm, konsideron si tanshëm. Dhe në këtë pikpamje ti duhet dish se kush janë problemet që mund shkaktohen për shkak të këtyre marrëdhënieve, qoftë edhe politike që ke krijuar dhe jo më konkrete siç është rasti që ju përmendët me rezistencën iraniane. Pra është një kompleks gjërash të cilat kanë nevojë për një analizë më të qartë, edhe padyshim edhe një shkëmbim me partnerët tanë dhe një bashkëpunim me partnerët tanë në mënyrë të veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës. A jemi në alert, a jemi masa të shtuara, duke qenë se kemi strehuar rreth 3.000 më pak diçka, sepse është një shifër që luhatet, po janë më pak se 3.000 mujahedin në Mans? Dhe a kanë rrezik të brendshëm dhe të jashtëm siç analizohet? Pra mënyra se si ata mund të ndërveprojnë nga brenda dhe çfarë ne presim nga jashtë? E para njëherë këta nuk duhen parë do të thënë si një benefit për të bërë foto me liderët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe u përdorën si të tillë. E dyta padyshim që është kërcënim. Për sa kohë është një opozitë organizuar, politikisht është problem për Iranin, dhe kur është problem për Iranin, duke qenë Shqipëri, është problem për Shqipërinë. U tha që kur ndërhyri policia, këta kishin organizuar sulme kibernetike kundër Iranit, që të paktën nga ato që, jo po ja u them unë, që të paktën nga analiza që është bërë, kjo nuk është e vërtet. Dhe ka disa rezoluta të Kongresit të Senatit në raport me këtë çështje për sjelljen e Shqipërisë, por për të mos e politizuar dhe këtë çështje në Shqipëri jemi përpjekur të qëndrojmë sa më larg kësaj çështje.